Me mbërritjen e kruqeve të një dasme të improvizuar malësorësh është hapur këtë vit sezoni turistik në luginën e Valbonës, destinacioni më i rëndësishëm i Alpeve shqiptare për turistët vendas dhe të huaj. E teksa prefekti Kukësit dhe autoritetet të tjera të pranishme premtuan angazhimin për asfaltimin e 11 km rrugë që ende nuk është shtruar, kreu i komunës Marghega i Regjë Byberi ka drejtuar ftesën për të gjithë shqiptarët që edhe këtë vit të udhtojnë drejt Valbonës, të cilën ai e cilëson si mbretëreshën e Alpeve shqiptare. I bëj një ftesë të gjithë banorëve shqiptarë kudo që ndodhen trevat shqiptare të vinë të vizitojnë Valbonën, ku do marrin një kurë të plotë. Pra mos shkojnë në spitale, por sa të jenë të smur të vinë në Valbonë sepse do të gjejnë kurën më të bukur, mikpritjen dhe bujarinë. Lugina e Valbonës dhe Thethi janë ndër paketat e veçanta turistike që ofron Shqipëria. Unioni i Operatorëve Turistik Shqiptar këtë vit pretendon që ta çojë në 50.000 numrin e turistëve në këtë zona. Treva e Alpeve shqiptare ose rajoni Theth, Valbonë dhe Bjesë shqiptare sot janë ndër trendet më të rëndësishme të tregut të aventurës dhe tregut turistit malor. Vetëm vitin e kaluar ne kemi pas rreth 35.000 turistë në rajonin Theth Valbonë. Si vjet pretendohet për 50.000 turistë. Valbona, kjo luginë në mesin e Alpeve shqiptare, të ofron gjithnjë pamje manitëse. Gurgullimat e ujrave të kristalta të lumit nga njëra anë dhe majat hierënda të Alpeve që natyra i mban të stolisura në bardhësinë e Duborës janë pejsazhe çlodhëse që së bashku me ajrin e pastër dhe klimën kuruese palën pas mikpritjen e bujarinë e malësorëve e kanë kthyer këtë zonë në mjaft tërheqëse.